Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. I zuri vendin e punës, Neada Muçaj ka petmat duke sulmuar Heidi Batsin. Ish moderatorja e emisionit të mëngjesit Neada Muçaj ka shprehur hapur pa kënaqësinë e saj lidhur me ndryshimet e fundit në programin e mëngjesit, duke shigjetuar drejt për drejt zëvendësuesen e saj Heidi Batsi. Largimi i saj dhe i Engjina Sufit nga topi erdhi pas raportimeve për një konflikt të ashpër fizik mes dy vajzave në ambientet e televizionit, vend të cilin e zuri menjëherë ish banorja Heidi. Së fundmi në faqen zyrtare të emisionit, një ndjekës ka lëshuar kritika të forta ndaj Blendi Salajt për këtë bashkëpunim. Një gazetar ka që aftë e ul veten me një komerc si Heidi. Nuk na vjen e keqja nga të paaftët, por nga të aftët që promovojnë ignorancë, shkruaj në koment. Ajo që ra në sy dhe mori vëmendjen ishte fakti se vetë Neada e ka aprovuar këtë kritik duke i bërë like komentit në fjalë. Ky gjest konfirmon qartë se marrëdhënia mes ish stafit dhe drejtuesve të rinj të formatit mbetet e tensionuar, ndërsa Neada nuk e ka kapërdyr lehtë zëvendësimin me Heidin.